Përshëndetje të nderuar dhe të dashur miq të mi. Ja ku po takohemi ditën e sotme me mua Tirona Lilin në kanalin Monitor TV për të ndarë ngjarjet më të fundit, për të ndarë thashetemet, hamencimet, zërat të cilat fliten lart edhe poshtë për Egli Takon, e cila me apo pa dëshirën e saj ka pushtuar median ros. Po flitet shumë për të. Nisti një herë një bashkëpunim i bukur me Fifin, bashkëpunimi përfundoi dhe tani Egli do të bën kontratën e re. Shumë nga ndjekësit, fansat, miqtë të Eglit, të Gjestit, thonë që Eglin dhe Gjestin e kanë parë mbrëm në Prishtinë, thonë që e kanë parë në Tiranë, por nga informacionet që kam unë jo zyrtare, rezulton që Egli ditën e sotme do të udhtoj për në Prishtinë edhe do të nënshkruaj kontratën e re me shtëpinë muzikore 360 Music. Një shtëpi ku Gjesti është i përfshirë, do me thënë te Bonarti. Ka qenë një hamendësim, një dëshirë e publikut shqiptar që është kërkuar që në ditët e para, kur Egli dhe Gjesti përfunduan Big Brotherin, mbaj mend që kanë qenë tek rruga B në Prishtinë, do me thënë një ditë para se Gjesti do të kishte ditëlindjen, dhe Gjesti një ditë para ditëlindjes së tij ka nënshkruar kontratën dhe me Bonartin për të ndjekur rrugtimin e tij artistik, pikërisht siç duket nga mosmarrveshja apo nga mosbindja e kërkesave të SBA kompanisë, shtëpisë muzikore njëkohësisht, unë mendoj që Egli tashmë po kalon te 360 Music dhe do të kemi disa këngë të bukura. Thuhet që ka bërë një bashkëpunim me Albosin, mikun e ngushtë të Gjestit. Albosi ka postuar Eglin në Instagramin e tij. Thuhet që ka 2 këngë me Gjestin, do të thënë këto do të konfirmohen në ditët në vazhdim si lajme të vërteta, dhe më pas do me thënë ka disa projekte. Tani, janë shumë zëra për gjërat e tjera që unë në fakt do t'i komentoj në videon e radhës, por me shumë kënaqësi unë do të pres momentin e nënshkrimit të kontratës. Jam i bindur që nuk do të del si fotografi me njëherë, sepse është pak jo edhe formë e marketingut që Gjesti dhe Egli kanë përzgjedhur për të ardhur te publiku shqiptar dhe për të qenë non-stop në vëmendjen e publikut dhe për të komentuar non-stop marrëdhënia e tyre, jeta e tyre, marrëdhënia profesionale, do me thënë, por që tashmë janë më të afruar se kur. Simbolika e parë është unaza që Egli pati në dorë në momentin kur bëri shqiponjën dhe në mbështetje të kombëtares shqiptare dhe të çunave të kombëtares për lojën Shqipëri-Serbi, dhe aty do me thënë u pa dhe momenti kur Gjesti e puthi fytyrën e Eglit në bluzën që ja kishin bërë dhurat në koncertin e tij me shumë dashuri. Do me thënë, simbolika e gjithçkaje tregon se çifti është bashkë dhe shumë i lumtur. Ne kemi thënë dhe vazhdojmë ta themi që nga gjërat e vogla kuptohen gjërat të mëdha, apo aty ku ka gjë s'është pa zë, dhe realisht këtu nuk është pa zë. Te 360 Music mendoj që Egli do të shkon krejtësisht me frym tjetër të muzikës, do me thënë do të jetë natyrë pak, le të themi, si e Gjestit, ndoshta do të ketë një menaxhment krejtësisht ndryshe, ku Eglit do t'i vinë shumë koncerte. Unë e di që shqiptarët nuk është që nuk e kanë ftuar deri më tani Eglin, por Egli ka dashur gjithmonë kur të ngjitet në skenë të ketë edhe repertuarin për ta mbushur programin e saj, qoftë 40 minuta apo 1 orë, sepse me patjetër që nëpër diskoteka duhet të mbushet programi me këngë, me art, me muzikë, dhe për këtë pikën jam shumë i bindur që në këtë drejtim Egli do të jetë fantastike në menaxhimin e produksionit të saj të ri. Tani, a ka pas Gjesti dorë në marrëdhënien me Eglin? Unë kam dëgjuar, do me thënë, dhe kam informacione që Gjesti ka qenë kundër bashkëpunimit të Eglit me SBS-in dhe prandaj kanë patur edhe zënka apo mosmarrveshje, le ta themi, kohën e fundit.
Egli ka pas premtuar Fifit që do t'jetë pjesë e kësaj kompanie, e këtij produksioni, dhe gjërat nuk shkuan, domethënë, sepse kanë kërkuar përqindjet normalisht të fitimit nga Instagrami, nga YouTube e gjithçka tjetër, dhe Egli nuk ka rënë dakord, sepse Gjesti ka një histori të keqe të këtillë, dhe ndoshta është kjo momenti ku Gjesti ka thënë që duhet mendosh për veten dhe jo për të tjerët, dhe në këtë rast tani pritet që Egli të vazhdoj të 360 Music, dhe është pikërisht dita e sotme ku Egli do të kryej kontratën në kompaninë e 360 Music me menaxher apo me menaxhues Bonartin. Aty janë disa artistë të tjerë, përfshirë Ylli Limanin, Gjestin, e shumë emra të mëdhenj të cilët vërtet pokorin sukses në skenën shqiptare, por kjo nuk do të thotë që artistët e SBS-it, që është Luizi, Mimoza Shkodra, Teuta Selimi, Shkurte Gashi, Ermal Fizullau, Melinda Ademi, nuk kanë sukses. Përkundrazi, kanë një sukses të paparë. Do të thënë, të dy kompanit janë goxha të fuqishme në tregun muzikor shqiptar, të dyja luftojnë ashpër me njëra tjetrën, por sot presim që të jepet edhe në shkrimi i kontratës të re të Eglit, ku përfshihet në këtë kompani dhe Gjesti. Do t'jetë shumë e bukur, sepse shqiptarët do të kenë fatin t'i shohin më së shumti së bashku, ndoshta do të kemi dhe në një foto ekskluzive nga nënshkrimi, edhe pse unë, me thënë të drejtë, nuk e besoj, nga që e njoh mirë këtë pjesën e menaxhimit, marketingut të artistëve, dhe e di që artistët zakonisht i lën pak gjërat në heshtje, i lën pak gjërat enigmë, vetëm e vetëm për të komentuar dhe për të qenë sa më shumë prezent në medjen ros dhe për të komentuar rrugtimin e tyre. Unë uroj që kjo nisëm të jetë me këmbën e mbar, si SBS-i ashtu dhe Bonarti ndodhen në Prishtinë me lokacionet e tyre, Egli me patjetër që do të jetë në Prishtinë për kontratën, dhe shpresoj që shumë shpejt, tani më në menaxhimin e ri, do të vi dhe kënga e dytë e Eglit, e cila do të jetë një ritëm, do të jetë një adrenalin, do të jetë një mrekulli. Unë do mundohem të siguroj coming soon-in e këngës me Gjestin, dhe më pas do me thënë do t'i sill të gjitha këto në kanalin Monitor TV. Deri më tani kjo është historia e cila ne kemi arritur të zbulojmë në raport me Gjestin, me Eglin, por edhe me bashkëpunëtorët e tyre.